Ne kemi nevojë për një gdhendje në sjelljet tona, në qëndrimet tona, kemi nevojë për një stërvitje prej cilës do të fitojmë aftësinë e vetëpërmbajtjes. Pastaj kemi nevojë edhe për një vetëdijësim sipas të cilit nuk është bërë patjetër me i marrë gjanat personale. Edhe nëse flasim për kauza të rëndësishme shumë. Sot për shembull në shoqërinë tonë njerëzit për çka janë më të përçallë, për çka janë më të armiqësuar, një pjesë e madhe janë pikërisht për ato gjëra të cilat më shumë se çdo gjë tjetër do duhet njerëzit të ishin të bashkuar rreth tyne. Atë dashuria, patriotizmi, kombëtarizmi, gjëra të ndryshme që fatkeqësisht edhe në praktikën e njëmërie njerëzish, po edhe në retorikën e tyne, e sheh se kanë mbet vetëm folklor, kanë mbet fjalë pa përmbajtje, për arsye se ti i thu veti unë jam as shqiptar, se ti e rac kështu, e ofendim me bambu, me anikneje, tash ku është ai shqiptaria jote, cilën ti po flet, edhe në cilën ti po thret. Apo thu hajde të bëhemi të gjithë shqiptar. Edhe për ne jemi të gjithë shqiptar, edhe nëse na dallojnë nganjëherë edhe besimet, edhe përkushtimet ndaj fesë, edhe mosbesimi, edhe kështu me radhë dallojnë njerëzit. A e kemi një pikë të përbashkët që është përkatësia kombëtare, po atë le të rrim çaty së bashku, s'kemi nevojë me i thonë njëri tjetrit, ti je më pak shqiptar se unë. Këtu në ndikim shumë negativ e ka pas edhe vazhdon me e pas politika, gjithsesi. Kur them politika e kam për qëllim subjektet politike në përgjithësi, po militantizmi si logjik, si deformim, si s'po di qysh me e qujt, i cili i ka fragmentarizu njerëzit tanë, jo vetëm tash edhe në bazat besimit, besimi nga njerë edhe shfrytëzohet, keq përdoret për me i përqa hala ma shumë, mirë po thjesht edhe animet politike që një pjesë e vogël e njerëzve edhe nuk është edhe që marrin vesh atë shumë. Thjesht e kanë një pasim verbrisht të një subjekti, të një lideri, të një kështu me radha, është në gjendje për ta pushk me qitë. Sikur të ishte një konotacion pozitiv, do të ishte shumë e mirë kjo, po kjo është një gjë shumë e keqe. E kemi pastaj edhe për të qenë real, edhe vetë kritik, edhe në aspektin fetar kemi duke qenë se besimi, islami, ose themi Kurani dhe Sunneti, do të duhet të na bashkonte më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe këtë rol e ka, këtë mision e ka, mirë po e shohim fatkeqësisht që në realitet edhe kjo e ka një ndikim, jo bashkë ndikimin e duhur të unifikimit mes njerëzve, mes besimtarëve.